هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sonte do të flasim për tregtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e Hatixhes, si dhe martesa e tij me Hatixhen. Sipas transmetimeve të Ibn Ethirit dhe Ibn Hishamit, Ibn Hisham pra është një libër, një autor që e ka shkruar një libër enkas për biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por normal do të thonë më tepër është kushtu biografisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por normal do të thonë ka edhe gjëra të tjera. Thot Hazreti Hatixha ishte tregtare e njohur, e pasur dhe shumë e njohur në mesin e saj, me tregtinë edhe me pasurinë që kishte ajo. Ajo si zakonisht i angazhonte njerëzit që të tregtojnë me pasurinë e saj, edhe normal pastaj u jepte përqindje, që në fikun islam quhet mudarabe. Do shte e keni ndëgju, në kohën e fundit më tepër Banka Islame punon dhe vepron sipas kësaj që quhet mudarabe. Mudarabe do të thote me një anë dikush jep kapital, në anën tjetër dikush jep mund, dhe nëse vjen për shembull deri te humbja, ai që ka dhënë kapitalin e humb kapitalin, ndërsa ki tjetri e humb kohën, punën, angazhimin e vet. Nëse ka fitim, normal do të thonë fitimi bëhet sipas marrëveshjes, nëse ka fitim, normal marrën sipas marrëveshjes të ditë. Dhe në këtë formë më tepër, llojin e mudarabes, bankat islame më tepër do të thonë veprojnë sipas kësaj edhe në forma të tjera. Pra kjo formë mudarabes, që nga një anë tese e afron dikush pasurinë, kapitalin, në anën tjetër dikush mundin, kjo ka qenë e njohur edhe në kohën e xahiljetit të arabët, edhe prandaj Hazreti Hatixha vepronte kështu, sidomos pasi që kjo ishte grua dhe nuk ishte mundësi që të udhëtoje vetë ajo në vendet e larta, angazhonte njerëz tjerë me pagesë, kuptohet, me përqindje. Kështu, ajo kur dëgjoi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për besnikërinë e tij, se njerëzit filluan të flasin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për besnikërinë e tij, për amanetin e tij që i kishte, për moralin e tij, edhe për mençurinë e tij që e kishte. Normal Hazreti Hatixha ishte tregtare e njohur dhe ajo kishte interesim që dikush që është sa më i aftë ta merr një angazhim të tillë. Pra dëgjoi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dërgoi dikë që të bisedoje, ta thrasë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ajo të bisedoje me të, me atë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do t'i jep fitim edhe më shumë se që u ka dhënë të tjerëve. Pra, fitimi do t'jetë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më tepër në krahasim me atë që u ka dhënë të tjerëve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë ofertë e pranoi, edhe
unis në tregti, unis për Sham, për tregti, Hatixha ja caktoi me vete ta merr edhe një shërbetorin e saj që e kishte, të cilin e quajshin Mejsera. Mejsera u nis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe normal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tjetë dikun të dhe boskese sukses, ajo e pamundur është, bile sukseset e këtij udhëtimi apo të këtij tregtimi ishin shumë të mëdhaja, aq shumë sa që nuk paramendoheshin. Kur u kthye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë atë fitim të madh, Hazreti Hatixha u habit. E më tepër u habit me atë se ai nuk ja ka fsheh. Se ai ka ditë parafërsisht sa fitim, për shembull, radha tjera apo arabët kanë pru, për shembull, për tregtisë, sa fitim, edhe kështu që dikush që nuk është besnik, çka bën? Atë që prej aftësive të veta që e ka pas, e fshehen, e fshehen dhe e epat që është normale, ndoshta edhe pakës më tepër. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dha pasuri, i dha fitim asaj të paparamendueshme, tepër. Edhe ai u habit dhe filloi të interesohet më tepër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Njëkohësisht për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për cilësitë e tij i foli edhe Mejsera, shërbetori i saj. Mejsera, ai i tregoi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për besnikërinë e tij, për shoqërimin e tij që e bëri edhe për sjelljen e tij gjatë rrugës, se njeriu kur njihet, ju e dini. Ne nuk duhet gjykojmë për njerëzit vetëm pse e kena pa për shembull në xhami, se ka ardhur edhe të themi se valla unë dëshmoj lirisht se kjo është njeri i mirë. Jo. Elhamdulillah që falet ai, por vetëm namazi nuk është e fakt, vetëm ajo se e sheh, sa i bëma kjet namazin, e falem për syefaqësi. Prandaj, vetëm pse e sheh në namaz, nuk do të thotë se ai është veç më dëshmia e tij, është e pranueshme, apo mendoj për ti, te se i pranueshëm dhe njeri i mirë, sepse ka një, këtë e them, kështu do më thënë nga jashtë libri, ka një fjalë për Hazreti Omerit, dikush ka ardhur dëshmoje para Hazreti Omerit për dikë, për një martesë apo për diçka, pa marrë parasysh. Edhe Hazreti Omeri thot, si dëshmon ti për filanin? Po thot, dëshmoj. Aha, thot, a ke udhëtu bashkë me të dikund? Jo, thot, jo, s'kum udhëtu askund. Thot, a ke pas që i thonën e edhe zhverësh, shit blerje me ato ndonjëherë? Në interes, kështu do më thonë, për diçka me interes që është, thot jo. Pra thot, vetëm se e pa në xhami, edhe për dëshmon për atë, jo, thot. Pa tjetër njeriu do më thonë, kur del, se kush është, kur udhton me atë diku larg për shembull. Ai pa tjetër atëherë do t'i nxjerrë, do t'i shfaqe atë moralin edhe ato tabihatet, natyrën e vetë, pa tjetër do t'a shfaqe. Më ka raste ku më thonë për shembull, e pamundur është njeriu që me një udhtim të gjatë mos i shfaqe ato. Po ashtu njeriu kur i shfaqen se a është e besnik apo nuk ka, a është i drejt apo nuk ka, kur e prekën në interes, me një shqitblerje për shembull, jo të vogël ashtu, po, ku ka interes, edhe bëma ki tash rrezikohet për humbja ai, çka bën ai, si sillet, shembull. Nëse sillet si duhet sipas rregullave islame, ajo do thotë se ajo është në rregull. Ama nëse për shembull mundohet të mashtrojë pse e di se nëse nuk mbashtron humbën, atëherë nuk është njeri i mirë. Pra, këto dy gjëra e vërtetojnë, pra njëna, udhtim të udhtosh me dikë,
udhtim gjatë, kuptohet, do të thënë me javë apo me ditë, kështu do të thënë të tëra, më njëherë heton se kush është. Ose tregtim me të, por normal do të thënë pagas ndonjë rast edhe ku mund dështojë, ku mund edhe ai të humbje për shembull, edhe e shef e matën pastaj se si është ai personi, a është në rregull, a është besnik, a nuk është. Prandaj Mejsera dëshmoj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po krahas kësaj ka dëshmu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe është habit, është mahnit me sjelljen e tij, se si mund ai normal ka udhëtuar edhe me tjerat më herët, me ato tjerat ka udhëtuar. Edhe me siguri ka pa ato hilet që i bëjnë ato. Se zotnia nuk ka atri, edhe ai ka mundësi të thotë unë kum ble kaq, fitim ka ende edhe për atë, edhe pastaj e ndajnë 2 herë fitimin. Ndërsa me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam u habit, sepse ki edhe shumë fitim, sa që nuk paramendohet, sa shumë, edhe përsëri, do thënë nuk ja ka fshef asë një denar që i thotë ne. Do thënë çdo gjë ja ka tregu. Krahas kësaj, Mejsera, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i shef edhe disa shenja, edhe kjo nuk është e përket që themi tash tek i libër, po është libra të tjera. I shef edhe disa shenja që është habit. Normal ju e dini, gjatë rrugës të udhtojsh në shkëtir, është e zorë, sidomos në atë kohë. Dhe në atë kohën ku nuk ka pas vetura me klim. Po, edhe devet nuk pa klim, edhe nuk ka pas, domethënë edhe nuk ka pas mundësi, se ajo special ka qenë, që i thonë arabisht, domethënë, është si një kosh, e mblojnë ato, edhe ndoshta domethënë pagas mundet për nxehtësisë, dhe të ta lehtësojë pak, domethënë si hije të veje. Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku për në tregti, nuk ka pas aso kushte. Pra, e thot, duke ecë, ne ecim të shkëtir, edhe shiqoj thot, mbi të rrim një re, një mjeku. Edhe thot, unë mendoj se normal do thot, ndoshta ajo reja, bash atë i vend ku është aq. Edhe po e provoj, Mejsera tregon. Thot, dilsha nga ona e ti, që të mkapja mu. I thosha, a bon të dalësh këndë unë andi? Ose hish pa i thonë, qëllimisht, ka dalë. Thot, shiqo, thot, ajo thot e ndjekta atë. Ajo mjegulla e ndjekta atë, ajo reja. Se ajo mjegull kështë, do thot, po si reja është to. Si hije, hije. Edhe thot, deri sa u vërtetova se sa dush dilë këndi, dilë e pa mush, po është ajo shkonte mbi të. Dhe më thot, me të shkonte, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot, kjo ishte një paralajmërim. Pra thot, normal, ki i ka fol për mbresat që i ka lanë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, Hazreti Hatixha në krahas kësaj dhe krahas shumë gjërave tjera, i shkon ndërmend, thot, unë thot, mirë është t'ja afroj ati martesa, do të thonë të martohem me ta. Edhe, normal, e dërgon dikë Hazreti Hatixha, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dëgjon për një ofertë të tillë, mendohet dhe i pyet xhaxhallarët e tij, ata thonë rregull është, nuk ka problem, mirë është. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranon që të martohet me Hazreti Hatixha. Thot, këtu e potencon, Hazreti Hatixha thot, e dërgoj një grua të cilën e quajshin Nefise te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
për ti, si mësit që i thonë, shto, si shkus, për të bisedu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a pranon që të martohet me Hatixhen. Edhe pas e thot, kur u bë pajtimi, nga ana e Hatixhes ishte një person të cilin e quheshin Amr bin Asad, ndërsa normal nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin xhaxhallarët e tij. Edhe kështu më radh. Por ajo që është më rëndësi të përmendet është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u martu me Hatixhen i kishte 25 vjet. Pra ishte 25 vjeçar. Ndërsa Hatixha kishte 40 vjet. 40 vjeçare. Pra një diferencë e madhe. Po jo vetëm me kaq. Jo vetëm që ishte ajo 15 vjet, sa i vjen, 15 vjet. Më thonë më e madhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por ajo bile kishte qenë martuar më herët. Jo vetëm me një person, po jo me një herë. Kuptohet, domethënë ka qenë herë me njërin, pastaj i ka vdekaj, o martu me tjetërën. Pra, me di persona tjerë. Me di persona tjerë, njëri prej tyre ka qenë Atiq bin Aidh et-Tamimi, ndërsa tjetri Ebu Hale et-Tamimi, apo emri i tij ka qenë thot Hind bin Zarara. Pra, jo vetëm që o martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën kur, në kohën e valës të rinisë të tij. Njeriu kur është në valën më të madhe, prej 20, ma kur i mbrin 58, nuk ka aso vale. Valë të rinisë, shto. Bash në atë valën më të madhe, martohet me një të vej, para me ndo. Me një grua që ka qenë më thënë e vej. Edhe atë ka qenë martuar me di bura përpara dhe shumë më e madhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, tash kalojmë në pjesën tjetër që i thonë kjo ishte teksti lidhur me tregtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e Hatixhes, edhe martesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Hatixhen. Teksti, domethënë kështu lidhur me këtë. Tash flasëm për mësimet të cilat i nxjerrim nga ky tekst. Pra ne në fillim e potencuam, në fillim të sirës, e kemi potencuar se biografia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo studimi i biografisë, i sirës, i jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i veprimeve të tij, i ngjarjeve të tij, nuk është sikur studimi i ndonjë veprës apo ndonjë jetës, biografisë të dikujt tjetër. Pse? Sepse jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e përplot udhëzime dhe mësime dhe rregulla, dispozita. Prandaj, pas çdo teksti, ne flasim edhe për mësimet të cilat i nxjerrim nga teksti i përmendur. Pra lidhur me atë, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të tregtoj me pasurinë e Hatixhes, kjo ishte vazhdimësia e asaj që më herët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendëm, javën e kaluar çka bëri? I ruante delet. Pra njeri, edhe për këtë folëm ne se çfarë urtia dhe çfarë domethënie ka që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të angazhohet me një punë të tillë. E përmendëm. Shumë pak përmendëm, po në përgjithësi domethënë përmendëm diçka. Edhesh, pra kjo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregtoi me pasurinë e saj, kjo është vazhdimësia e asaj për të treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur që të jetojë në kurriz të dikujt tjetër.
se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri i gjallë, njeri aktiv, njeri punëtor, i palodhshëm, që çdo kush duhet marrë shembull nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa se i përket asaj që përmendëm se është martu me Hatixhen dhe aspekti i statusit të Hatixhes te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtu kemi të themi shumë gjëra. Kemi një hadith të Bukhariut edhe Muslimit ku potencohet se Hazreti Hatixha ka qenë grua më e mirë në kohën e saj. Pra në kohën e saj nuk ka pas grua më të mirë se ajo. Ja, hadithi është e kështu, transmeton Bukhariu dhe Muslimi, se Hazreti Aliu radiallahu anhu ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Khairu nisaiha Maryam." Gruaja Maryamu bint Imran, wa khairu nisaiha Khadija bint Khuwailid. Pra gruaja më e mirë e kohës së vet është e Maryemi. Pra kur ka qenë Hazreti Maryemi, nana e Hazreti Isës, në kohën e saj nuk ka pas absolutisht ndonjë grua më e mirë se ajo. Pra kjo dëshmohet me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në kohën e Hatixhes nuk ka pas ndonjë grua më e mirë se Hazreti Hatixha, në këtë aspektet. Pra kjo vërtetohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ta ilustruar këtë më tepër, po përmendim edhe një hadith tjetër, të cilin e transmeton po ashtu Bukhariu dhe Muslimi prej Hazreti Aishës radiallahu anha. Ajo thot, Hazreti Aisha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka martu pas Hazreti Hatixhes, pra pasi që ajo vdiq, ka ndru jetë. Thot Hazreti Aisha: "Ma ghirtu ala nisa'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadija." Nuk kam pas xhelozi, s'kam pas xhelozi ndaj grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju e keni parasysh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas, do thënë, ta tregoj edhe numrin, se dikush flet domethënë me hamendje. Numri domethënë i grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë 11 gra. I ka martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo jo ashtu si e kuptojmë ne, domethënë kështu qorazi, të folim me hamendje. Krejt gratë që i ka martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë çka? Plaka. Po, edhe vejush, po. Në përjashtim të Hazreti Aishës. Dhe atë, kur e ka martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hazreti Aishën? Kur? 50 vjeçar ku ka qenë. Pasi që i ka vdek kush? Hazreti Hatixha, e cila ishte 40 vjeçare. Domethënë, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kulm të rinis. Pra njeriu me qenë e pshor, si që e akuzon dikush për shembull, atë ta bëjte një gjë të tillë, bashkë kur me i ri, atë shkon një grup plake merr, atë e martohu me diher, edhe 15 vjet më e madhe, a mundet? Kjo nuk hin këto. Pra, kjo çka do të thotë? Kjo do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka martu për epsha të tjera. Se i ka martu në atë moshën kur nuk ka pas, kur nuk ka vala epshit. Kur ka qenë vala epshit, bile se ka ndru, 25 vjet ka ndet me ko me Hatixhen. I martum, dhe nuk ka marrë dhe një tjetër. Nuk ka marrë dhe një tjetër. Për këtë du të flasëm, tash do më thënë në pakës, ama pasi që i përmenda ato
së ndurova, edi, pa tjetër të them. Pra se akuzat pa vend, pa logjik, pa studim i bëjnë. Prandaj, për këtë temë, ka mund se për shembull të lexoj dikush, ka një libër, është libri i doktor Butit, Aisha, nëna e besimtarëve. Aisha, nëna e besimtarëve, po ashtu edhe ka dhe disa libra tjera që flasën për urtin e asaj se pse është martu pejgamberi sallallahu gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për gratë e pejgamberit. Në rregull, pra thot Hazreti Aisha, thot normal, xhelozia mes grave ekziston. Edhe ajo është e rëndomt. Por nuk bën të jetë xhelozi e tepruar. E teprume. Nuk bën të jetë e teprume. Thot, unë thot, nuk kam pas ndonjë xhelozi ndaj grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të tjerat. Sa ajo ka qenë grua e pejgamberit Hazreti Aisha, jashtë se ndaj Hatixhes. Po si? Thot, wa inni lam udrika, bila unë nuk e kom mbrojtat, a më prapi kom pas xhelozi. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë në jetë Hazreti Aisha, Hazreti Hatixha, nuk është martu me dikë tjetër. Ka ndet me atë gruan e vej që ka qenë. Me atë plak, do më thënë që ka qenë në atë moshën rinore. Moshën rinore, kur është e vale atëherë, atëherë ka ndet me një grua që është e plak. Të shprehen edhe pak më mirë, e cila nuk është tepër e interesume për, në më thënë, çështjet e pshore. Amo, do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas, në më thënë, qëllimi kryesori i tij nuk ka qenë, nuk ka qenë i dhënët pas atyre gjërave. E kryesore, do të inni lam udrika, unë se kam mbrin thotë. Amo përsëri, ja kam pas xhelozin. Kam qenë xheloze. Thot qalet, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pse thot? Isha xheloze edhe pse se po mbrinjat. Thot, sepse idha dhabaha ash-shat fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadija. Qalet فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. Thot Hazreti Aisha, kjo ishte nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur premte, kur therte ndonjë dele, thonte Aisha, t'ju dërgojsh mish shoqeve të Hatixhes. Normal, Hatixha ka pas shoqet e saj ende nuk kanë vdek, Hazreti Hatixha ka vdek, po shoqet e saj nuk kanë vdek. E prej respektit ndaj dikujt është që nëse ai vdes, çka? Ti respektosh shokët apo shoqet e saj, E keni parasysh? Pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur therte diçka, thonte Aisha, ke kujdes, tu dërgojsh filonës shoqeve të Hatixhes, tu dërgojsh mish. Kjo shka ka të regu respektin që e ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj Hatixhes, edhe pse ajo ka vdek. Edhe pse ajo nuk ka qenë gjallë atëherë. Thot qalet Hatixha, thot Hazreti Aisha, fa aghdabtuhu yawman. E hidhrova një ditë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa e vazhdimisht më thonte. A unë thot e xhelozojsha një gjë të tillë. Edhe thot i thash unë e hidhrova pejgamberin duke i thonë ball mo me këtë Hatixha në atë kontekst. Hatixha, kush o kjo mo? Ndaki, si thonë ne, domethënë, po e përmend Hatixha. Pra, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inni qad ruziqtu hubbaha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë i qartë ka qenë dhe i drejtë. Atë që e ka pas, ja ka thonë. I ka thonë,
nuk të kishte qenë dikush për neve, tamam. Në më thënë, pse ajo nuk është ma, ajo nuk e ndëgjon ma, edhe tash i bodë më thënë kësaj lajka, ashtu? Apo e përgdhelen vetëm këtë, ajo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë e drejta, e ka fort të drejtën. Ka thonë, Aisha, inni ruziqtu hubbaha, është i dhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thonë, ha, bo, në atë kontekst, të më thënë, Aisha, Khadija, thotë, jo, inni qad ruziqtu hubbaha, apo mua më është dhanë, më është falë dashuria e saj. Pra unë e kam dashur shumat, me fjalë tjera. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nga kjo, kuptojmë statusin e Hazreti Aishës që e ka pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptojmë moralin e lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili, domethënë, nuk e ka shkel dikë për dikë tjetër. A keni parasysh? Normal, ka edhe hadithe se sa e ka desh Hazreti Aishën, ama tash, shembull, për hir të asaj shembull se tash Hazreti Aishën e don, ata shkelja dha e cila ka qenë, edhe si do ta përmendim më një hadith, ma konkretisht, ma qartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ja tregon Hazreti Aishës. Se pse nuk bën me haru Hazreti Hatijën, se pse Hazreti Hatija ka rëndësi dhe vlerë të madhe te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot, në një transmetim që e përcjell, e transmeton Ahmedi, Tabraniu, nga Mesruki, po ashtu për Hazreti Aishës. A shifni tash edhe një diçka tjetër. Sa të sinqerta kanë qenë sahabet. Në më thënë gratë që kanë jetu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo burrat që kanë jetu. Apo Hazreti Aisha. Hazreti Aisha ja, për kundër vetës tregon tash. Pse? Sa ju e din se këtë që e tregon kjo hadith, kjo prej kësaj marrëm mësim, dhe ne dhe muslimanët deri ditën e gjykimit duhet marrën mësim prej asaj. Edhe prandaj nuk e ka fsheh, nuk e ka fsheh, po e ka tregu çka i ka ndodhur, edhe pse nuk i ka pëlqenë gjë e tillë, Thot Hazreti Aisha, prap Hazreti Aisha, thot, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruju min al-bayti hatta yadhkuru Khadija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, gati se nuk dilte prej shtëpisë pa më e përmend Khadijën. Vazhdimisht e ka përmend Khadijën. Mirënjohës ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë mirënjohës. Pra nuk e ka shkel njeriu asnjëherë për dikë tjetër, shembull. Çdo kujt që ka dhënë atë që e meriton, atë që duhet t'i japet. Thot, fa yuhsinu thana, para se me dalë, shpesh thot, e përmend të Hatijën edhe thonë të ajo sa mirë ka qenë, sa kontribut madh ka dhënë. Kështu, ashtu, lavdata i ka po. Fadhakaraha yawman min al-ayyam, thot, një ditë për ditëve, tregon tash Hazreti Aisha, me një hadith tjetër. Një ditë për ditëve, thot, e përmendi, fa akhadhatni al-ibra. Thot, mua, gjelozia e ka kaplu, e ka marrë. Fa qultu, thot, hel kanet illa ajuzan? Thot, i thash, ja Rasulullah, shumë për e përmendat, po ajo nuk ka konë diçka tjetër jashtë se një plak. Edhe? Plak. Një plak. Kad abdelaka Allahu khayran minha, Allahu dhët, ta ka zavendcu atë plakën me një që është shumë e mirë. Hazreti Aisha, për vetën e vetë, e cila është e re, e bukur, e mirë. Shifri që ka thotë për e mërësa. Fa ghadiba, e tërgon, Hazreti Aisha e tërgon, u hidhru, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga fjala ime, për fjalës time. Pra, me fjalë tjera, si mund t'i thuash asaj ti plak? Mendoj, ajo ka qenë plak, normal, por në atë kontekstin, dhe më thonë për ta, për bus, për ta nënvlerësu.
Normal këto biseda janë edhe biseda familjare. Keni parasysh. Biseda private mes burrit dhe gruas. Por bisedat familjare të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë çka mësime, udhëzime, dispozita. Këtu dallon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe bisedat që i ka bën me familjen e tij, edhe gjërat intime që i ka bën me familjen e tij, po edhe ato janë dispozita. Edhe ato janë dispozita. Pra prandaj ne duhet ta studiojmë jetën private të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi private, do të thonë brenda shtëpisë së tij. Brenda shtëpisë së tij. Sa ato janë udhëzime, mësime, dispozita. Thot, prandaj edhe Hazreti Aisha po i përcjell, se përndojsh ajo ka qenë i dhomën këtë punë, mendoj. Jo, i dhru që është i dhru kështu në atë kontekst, në atë kuptim, do të thonë mos folën me pejgamberin. Po është prek, ka pas xhelozi. Thot, thumma qal, u i dhru, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, la wallah. Ndërsoi, thot Hazreti Aishës. Jo, për shembull ti bëje për gdhelja, apo ashtu mashtrime, jo. Thot, la wallah. Thot Aisha, jo vallahi. Ajo nuk është ashtu si thua ti. Nuk ka qenë ashtu si thua ti, si po e përshkruan një plak. Me të cilën më ka zavencu me një më të mirë. Po, ja po të ca. Nuk o ashtu. Pra nuk më ka zavencu Allahu me një më të mirë, me fjalë tjera. E thot, pse? Ata të tregoj pse? Nuk është ashtu. Thot, sepse amenet idh kefara nas, ajo më besoj mu, më pruni iman, besoj në Allahun, besoj se jam pejgamberi Allahut, kur? Atëherë kur askush nuk besonte. Ajo tha po, ti je i dërguar i Allahut. Kur erdhi Muhamedi alayhis salam, duke u dridh prej shpellës, Hira, u dridhte, edhe ma zor, nuk ishte domethënë, shumë zor ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atëherë. Nuk e dinte çka është, nuk e dinte, domethënë shumë shqetësime kishte. Edhe ajo çka? Ajo i doli krah. I tha, jo, mos u frigo, unë ti shumë bukur, shumë mirë një. Ti je njeri që i viziton farafisin, ti je njeri që u ndihmon njerëzve, ti je këtë, do më thonë, ja ka ngrit moralin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe sa kushton kjo gjë. Bash momentin kur je në krizë, dikush me fjalë me të ndihmute, do më thonë ngjallesh, ashtu. E thot, atë çka pastaj? Tha, ti je i dërguar i Allahut. Pra askush nuk e besonte. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, وصدقتني إذ كذبني الناس. Dhe ajo thot, dëshmoj se jam i dërguar i Allahut kur të tjerat më përgënjeshtrojshin. Kur tjerët thoshin, a me ki është e sihirbas, magjistar, është shmend, folën nga mendja. Thot ajo çka thotë, jo, ti je i dërguar i Allahut. Pastaj thot, wa wasatni bi malja, shikoni, çdo gjë, detaje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tregon Aishës se pse ajo nuk duhet thot ashtu si tha. Thot, wa wasatni bi maliha. Dhe ajo thot mua më ndihmoj me pasurinë e saj, po krejt pasurinë që e kishte e dha në rrugë të Allahut, e dha për davetin. Krejt e dha, krejt. Ju e keni parasysh, pa do ta përmendim, më vonë përmendat, se kur i bën blokad pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, krejt pasurinë që e kishte Hazreti Khadija, e dha. Krejt. Domethënë e ka dhënë. Gjatë krejt asaj periudhe, domethënë e ka dhënë ku ka pas nevojë. Normal, Ebu Lehebi jepte kundër
propagandon të kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e tij dhe gruaja e tij, po në këtë anën tjetër normal, edhe Hazreti Hatixha e jepte pasurinë e saj që e kishte krejt vetëm për ta ngjall fenë Allahu xhaleshanu, davetin, thirrjen të cilën e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, mund të thuash për njërin të tillë ashtu? Thot ajo mund ndihmonte kur idh haramani an-nas, kur askush nuk më jepte askush, asgjë, s'u mëpshi. Po bile fjalëqia po. Ajo thot më jepte. Pasur wa razaqani Allahu, që gjë në detaje. Thot, po ashtu thot edhe Allahu thot, më ka dhënë fëmijë prej saj, e prej të tjerave jo. Ha thuj plak. Cila i ka bën, thot, prej, me fjalë tjera, do të thote, cila i ka plotsu këto kushte, këto gjëra prej ush, ha? Cila grua? Pra asnjëna, në përjashtim të Hatixhës. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk e ka harru Hatixhën. Jo për ta kish pas për çështje personale, ha? Këto tjerat, në atë aspektin e epshit, për shembull, Hazreti Aisha ka qenë e re. Ja ka plotsu, për shembull, dëshirat në atë aspekt, nëse sikur kishte qenë. Pra, por nuk ka qenë atë. Pra, edhe kjo është një dëshmi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë e pshor, siç akuzohet. Pra, tani po him ma në detaje lidhur me atë, me akuzat që ja bëjnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gratë e tij. Shumë bukur e thot kjo autori, thot ajo që tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i dhënë pas epshit, epshor nuk ka qenë, thot është e martesa e tij me Hazreti Hatixhën. Pse? Se sikur të kishte qenë për shembull epshor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai do të martohej kur i ka pas 25 vjet, ha? Kur është i ri atëherë kur vlon, do të martohej thot me dikë që është më e re. Po spaku mos ketë dallim 15 vjet, haj për një 4 vjet për shembull. Ha? Ha një 3 vjet, ha një 5 vjet, më shumë. A 15 vjet? Pra kjo është një dëshmi shumë e madhe që tregon se ai nuk ka pas aso qëllime dhe nuk ka qenë nuk ka pas aso personaliteti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga ana tjetër, siç e përmendëm, Hazreti Hatixha vdiq kur i pat 65 vjet. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë kishte 50 vjet. Ha? Pra veçmo gjatë kësaj periudhe, edhe pse nuk ishte jo e rëndomt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të martohet me 2 gra, me 3 gra, e sidomos pse gruan e parë e ka pas shumë të madhe, ha? Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë martesës së tij me Hatixhën nuk u martua as pak. Bashkë kur ishte më i ri, ha? Kur edhe me shkencë, edhe me medicinë, edhe me çka dush, edhe me praksa, edhe me praktik, e dim se njeriu kur martohet për epsh, kur i ka prej 20 deri në 50 më shumë. Kur i bëni 65 vjet Hazreti Hatixha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u martu deri atëherë, me askë me dikë tjetër, edhe pse arabët u martofshin ka 3, ka 4, ka 5, ka plot, sa dush. Edhe më shumë. Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e bën ide të tillë. Pra, edhe sikur ta bënte, nuk do të ishte diçka domethënë e çuditshme, se e bënin, ishte traditë te arabët, ha?
kur e bën diçka që e bën krejt, a ka ndonjë problem? Nuk ka kur një problem, por nuk e bën. Kjo do të thonë dëshman fort se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë pshon as pak. Nuk I ka martu ata për epsh pastaj. Ha? Por bile disa I ka martu me urdhët e Allahu xhaleshan. Pra mund të përmendim, derisa të përfundoj ezani, mund të përmendim edhe diçka tjetër. Kështu në shpejtësi. Përmendim edhe atë se për fat keq, ata që akuzojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam lidhur me martesën e tij me shumë gra, ata jo se e njohën këtë çështje mirë. Se ja, për shembull, tash unë mendoj se të gjithë jeni dakord. Një njeri që kur është I ri nuk martohet me grua, me spaku në moshën e tij, po martohet me një plak të vej, edhe jeton me ato 25 vjet, sa e vjen 25, deri ajo vdes. Kjo çka tregon? Edhe ki mo tash mo kalon moshën e pleqërisë mo, 50 vjet si ti bësh, kryet puna. Edhe kjo çka është? Çka tregon? Kjo tregon se me të vërtet nuk ka të bëjë me atë çështje. Po pse akuzojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Akuzojnë pa dituri. Apo nga mlefi që e kanë ndaj Islamit, ndaj inati, për inat që e kanë Islamin, për kokëforcin që e kanë ndaj Islamit, mundohen që këtë çështjen e martesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shumë gra, domethënë ta shfrytëzojnë për t'i dhënë, për t'ja deformu autoritetin, vlerën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por ato me këtë gjë nuk bëjnë asgjë jashtë se ja ngren Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vlerën, sepse normal kur e marrëm ta studiojmë, del në shesh se ç'është çështja. Pra del në shesh se ato jo se e kanë studiu, jo se këtë që e thonë është e konkluse një studimit që ja kanë bërë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po del se ato hiç pa e studiu, domethënë kështu qirazi flasën domethënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fjalë të cilat nuk kanë të bëjnë me realitetin. Pra duke marrë parasysh se ezani theri, do të detyrohet të në presën me kaq. Walhamdulillahi rabbil alamin.